E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të komentuar pak Romeo Veshaj. Romeo Veshaj, një artist i nderuar, një personazh i cili na rëmbeu shpirtin 2 vite më parë me dashurinë që krijoi dhe ndërtoi së bashku me yllin e tij Heidi Baci, siç duket ka marrë një nismë të re në rrugën e tij. Heidi Baci e pranoi më edhe publikisht lidhjen e saj të re të dashurisë dhe ndarjen me Romeo Veshaj. Në fakt është një ndarje që nuk u komentua, një ndarje që nuk u tha dhe nuk u pranua nga Romeo dhe nga Heidi, do me thënë nuk kishte një deklarat nga të dy që ne jemi ndarë për këtë x arsyen, por do me thënë ishte thjesht një ndarje që u hoqën fotografit nga rrjetet sociale, vazhduan që të ndiqen, por Romeo siç duket e zgjodh që të heshtën dhe të ndjekën në rrugën e tij. Fillimisht një herë u përfol që Heidi ishte xheloze për marrëdhënien dhe afrimitetin që Romeo Vesha i kishte krijuar me Elvana Gjatën. Në fakt, ku Romeo dhe Elvana sollën një film të bukur që ngriti pikpyetje shumë të mëdha te publiku. Por Elvana në për intervistat e saj, por njëkohësisht edhe Romeo në për statuse, ka treguar që ka një afrimitet shumë të afërt, që ka një miqësi shumë të mirë dhe nuk ka asnjë gjë në mes tyre pos shoqërisë, pos vllazërisë dhe motrës që ato kanë bërë me Elvana Gjatën. Por çfarë po ndodh me jetën e Romeos? Me çfarë po merret Romeo? Çfarë bën Romeo? Nga informacionet e afërta me familjen e tij ne kemi arritur të kuptojmë që Romeo Veshaj po punon me shumë pozitivitet, po punon me shumë energji që të krijon një brandin e tij. Do me thënë, do të sjellën një emision shumë shpejt tek publiku shqiptar. Përpos suksesit jashtëzakonshëm që pati me serialin e tij Tenxheria dhe Kapaku, Romeo do të sjellën diçka të bukur fantastike që në fakt do të na tërheqë të gjithëve vëmendjen. Të gjithë presim që ta shohim, por a ka një lidhje dashurie Romeo? Flitet lart edhe poshtë që Romeo ka ndërtuar një lidhje dashurie me një vajzë, por që dëshiron që ta ketë sekret këtë lidhje, do me thënë dëshiron që të mos flitet në publik. Dihet që Romeo për sekrete, për të mbajtur lidhje sekrete është i pari dhe askush nuk mundet që ta zbuloj lidhjen sekrete të Romeos. Vajza për të cilën bëhet fjalë thuhet që nuk është personazh publik, do me thënë këtë herë Romeo ka vendosur që zemrën e tij t'ia besojë një personazhit që ka një jetë normale, që nuk merret me media, që ka një jetë të lumtur dhe pozitive, do me thënë ka një punë të jashtë medjes, nuk dëshiron që të ketë të dashurën nga media dhe nuk kupton që shumë shpejt ndoshta mund të zyrtarizojnë diçka në lidhjen e tyre apo mund të shohim diçka publike. Do me thënë, marrëdhënia mes Romeos edhe Heitit, nga informacionet që kam unë ka përfunduar komplet. Do me thënë çifti ka vendosur që të ndahet, i ka dhënë afat kohor njëri tjetrit për të zbutur gjërat sepse kanë patur shumë konflikte për natyrën e tyre, do me thënë që të dy shumë kokfor dhe nuk kanë lëshuar pe, kanë dhënë mundësi do me thënë njëri tjetrit për mos të gjeni një rrugë të përbashkët, por kjo rruga e përbashkët nuk ndodhi dhe çifti vendosi që t'i ndajnë rrugët e tyre, ku në këtë rast edhe Heidi Baci bëri publike dashurinë e saj të re. Unë pres që Romeo së shpejti të jetë më aktiv, do me thëtë na vi me emision, të cilin thuhet që do ta transmetoj në kanalin e tij zyrtar në YouTube, do me thënë një emision që të na dhuroj shumë emocion, dashuri, siç ishte emisioni tjetër që bëri Romeo me Donaldin që ka qenë Stratosfer, dhe ndoshta shumë shpejt do të shohim Romeo në altarin e kuq me dashurinë e jetës së tij.